Cristiano Ronaldo, 40 vjeçari superstar portugez, është aktualisht një nga emrat më të përmendur në sport për shkak të pikpyetjeve lidhur me të ardhmen e tij në futbollin e luajtur. Media ndërkombëtare po raportojnë vazhdimisht për planet e tij të largimit nga futbolli profesional dhe për ato që mund të ndodhë në vitet e ardhshme. Sipas deklaratave që vetë Ronaldo dha në një samit ndërkombëtar në nëntor 2025, ai konfirmoi se kampionati botror i 2026-s dhe turneu i tij i fundit i madh si futbollist profesional. Ronaldo tha se do të jetë 41 vjeç në botror dhe se ai shikon ato si momentin ku mund të vendosë finalin e karrierës së tij gjatë ndeshjeve për Portugalinë. Në të njëjtën deklaratë, ai po ashtu theksoi se pritet të pensionohet nga futbolli brenda 1 ose 2 vitesh pas botrorit 2026, duke nënkuptuar që fundi i karrierës së tij të luajtur mund të jetë viti 2027. Kontrata me Al Nassr dhe fushata e fundit të karrierë. Ronaldo vazhdon të luajë për skuadrën e Sauditës Al Nassr me kontratë që u zgjat deri në 2027. Sipas raportimeve të gazetave sportive, ky afat i kontratës përputhet me kohëzgjatjen e tij të menduar për të qëndruar ende aktiv si futbollist. Pra, shumica e burimeve sugjerojnë se ai mund të përfundojë karrierën e tij profesionale kur kjo kontratë skadon.